Rikthehemi sërish në studio me pyetjet tona. Megjithatë, zoti Anton, është interesante se ne kemi reklama nga bizneset shqiptare, kemi reklama edhe nga bizneset e huaja, të cilat ndihmojnë shqiptarët, një avokat i huaj, një mjek i huaj. Madje kemi biznese që kanë reklamuar për 20 vjet rresht. Do më thënë fakti, se në fakt do të kisha një biznesmen sot të analizoja këtë, që këto biznese vazhdojnë të reklamojnë edhe pas 20 vitesh, tregon se reklama e tyre ka fitim, ndryshe nuk ka njeri biznesmen që të argjoj për atë kot. Kupton, këtë gjë shohim edhe tek bizneset të cilët janë të komunitetit arab, të cilët kanë bizneset shumëta se kanë shpirtin e tregtisë, por vlerësojnë bashkëpunimin me komunitetin shqiptar dhe sot e kësaj dite. Në këtë mes, edhe malësorët të cilët kanë ardhur më përpara se sa shqiptarët e pas demokracisë në Shtetet e Bashkuara, kanë bizneset të konsoliduara dhe ne i falenderojmë të gjithë ata që janë bërë pjesë edhe suportit të televizionit shqiptar, jo vetëm me bizneset e tyre, por njëkohësisht kanë suportuar dhe biznesin e tyre. Unë them që audienca jonë shndrohet në klientel të tyre dhe kjo e shpjegon karakterin. Megjithatë, a mund të tregoni ndonjë detaj të veçanta, për shembull juve, Anton, nëse ju ka parë dikush në televizor duke diskutuar së bashku, t'ju ke thënë, faleminderit, më pëlqeve këtë ti, du një detaj, një kujtim personal. Po, kjo në fakt, unë kam një dobësi këtu, kur baj intervista, ndoshta jam i funit që e shoh nga angazhimet e mia të përditshme, ka shumë që përgëzojnë, ajo që doja ta njëja, më ka kallë shok të mi që unë ju kërkoj nga ata, domethënë të marrin një vlerësim mendim kështu profesional më tepër, jo për të bëjmë mua qefin, sepse shpesh ju them, sikur isha kënd më i ri, ndoshta Allah ato kishin pi ujë, po tani nuk pin ujë. Megjithatë, unë do ta them edhe një detaj, për shembull, ka qenë një emision diçka tjetër për kryerëngritjen e Malësisë, edhe Nalin Jani më thotë, e pa shumë, domethënë me shumë interes thotë edhe u habita thot për diçka që thot e kam një gjuhë, thot por kam dash që me njëllë prej dikuj tjetër për me vërtetu, me besu, i thash vetë, unë thash përveç se kam thënë, unë edhe mollë njëllëm ta vërtetu dhe me fakte historik, dhe më thënë me libra. Pra ka këso lojesh, dhe më thënë, raste tilla, ka edhe nga më të ndryshmet, dhe më thënë për dikush e vlerëson, dikush thot ndoshta kishe të shtu pak më shumë këtu, ndoshta të ishe thelu më shumë. Duhet të lidhem nëse ka mundësi edhe pak lidhem me atë pyetjen më përpara, që ishte unë këtë televizor e shoh dhe më thot hapur për gjithë shqiptarët nga gjitha troje shqiptare. Dhe unë mendoj se neve duhet të angazhohemi, dhe më thënë të inkuadrojmë akoma më shumë, për në qoftë se drejtori i nderuari Ganivila që shpecoj rastin ta përshëndes me bashortën zonin Valentinën, shumë nderuar, dhe gjithë stafin, mundohen të jenë vigjilent duke kërkuar njerëz, duke përcjellur aktivitetet, duhet edhe ne si komunitet të afrohemi. Pse jo mos ta bëjmë një vizitë në televizion, ta prezantojnë, ndoshta jetojnë këtu me vite, ka një biznes, ka një punë, ka një profesion, dhe pse jo mos t'jenë këtu dhe kështu fillon domethënë hapet një ide që t'jetë edhe pjesë e televizorit, jo vetëm për të, nuk është qëllimi për dalë në studio për të biseduar, por qëllimi është që thash për një bashkëpunim. Unë do doja, kisha pas dëshirë, sikur t'ishte kënë këtu një qendër shqiptare kulturore, edukative, edhe shpirt, domethënë qendër kulturore edukative arsimore shqiptare në Michigan, për disa arsye. Ajo qendër, përveç se do kishte organizimet, ndoshta edhe shkolla në gjuhën shqipe, organizimin në ruajtjen e trashëgimisë dhe kulturës shqiptare. Dhe pse mos të bëjnë një
grumbullim të llanash, për shembull, sa shqiptarë jetojnë këtu, cilat janë profesionet, sa student u diplomuan në këtë degë, sa mjek kemi këtu, sa profesor, sa mësimdhënës, domethënë pse mos jenë këtu edhe në qoftë se ky grumbullim i llanash, domethënë pse mos regjistrohet dhe domethënë komuniteti të informohet, në qoftë se një person ka nevojë për këtë degë, për këtë pikë, din se ku referohet, mund të referohet një shqiptarit, ose një shqiptare, e kështu me radhë. Pra, mendimi jam është edhe ka qenë edhe më parë, ndoshta një ditë do realizohet, pra po e them edhe këtu hapur, përveç ose me plot respekt ka gjitha shoqatat dhe gjitha qendrat kulturore dhe fetare që këtu ekzistojnë, pra një qendër kombëtare, domethënë shqiptare, ku përfshin dhe grumbullon gjithë shqiptarët nga gjitha trojët etnike shqiptare, domethënë mendoj se do të ishte një ide shumë e qelluar, aty ku ne si shqiptar me profesione të ndryshme mund të grumullohemi, mund të bashkohemi, mund të komunikojmë për çdo hall dhe normalisht mund të jemi ndoshta edhe më të bindshëm për shtetin tonë shqiptar që pak a shumë të kenë domethënë edhe ata një përkraje nga na atëherë kur të ketë nevojë, por edhe pse jo shteti shqiptar të na ndihmojnë ne në krijimin dhe formimin dhe në sponsorizimin e kësaj qendre, sepse me kushtetutën e Shqipërisë jam shumë i sigurt, nuk e di cila pikë nenit avokati më flas më shumë, ekziston që ka obligim kushtetues të kujdes për shqiptarët në troje shqiptare jashtë Shqipërisë administrative. Dhe pse jo mos jenë domethënë edhe për diasporën që ekziston edhe një ministri e diasporës ka qenë, nuk e di ekziston tani, por ndoshta është shkri. Pra, kjo është një ide që mendoj që kishte me punua dhe neve nuk mund të fajsojmë një farë mënyre pse televizioni ka mision nga kjo zonë më shumë apo nga kjo zonë më pak. Unë vërtet e vlerësoj dhe e respektoj kur ka pasqyrime ngjarjesh nga gjitha troje shqiptare dhe promovohet ajo kulturë që ne jemi vëllezër, jemi të një gjaku, kemi një gjuhë. Pa dallim cilës zonë apo trolli shqiptar i takojmë. Kjo duhet promovohet dhe kjo është e vërteta, kjo është e realiteti. Pavarësisht se historia na ka pru deri në mënyrën atë pozitë që jemi rritur në shtete ndryshme dhe nëse mund shprehim kështu, edhe mentalitet krejt ndryshëm, thuhet se jemi kombe të ndryshme, por ama mas 30 e sa vitesh që janë hap kufit, kemi dalë jashtë, bashkëpunojnë, komunikojnë me njëri tjetrin, është që neve duhet t'i thëjmë këto barjera. Duhet kemi edhe lidhje martesore, edhe lidhje miqësore, veri jug, lindje prendim, edhe komunikim, edhe punë, edhe biznes, për çka unë mendoj se pak a shumë është kalua, por duhet akoma më shumë ne të punojmë. Kjo barë në takon ne gjeneratave tona më shumë, sepse këta trit pak a shumë në është edhe në ndjekin edhe veprimet që neve domethënë i paraqesim të këta. Megjithatë, prap do të them se ky televizion e bën punën më të mirë të mundshme sa i takon qenshës kombëtare dhe bashkimit dhe pasqyrimit të kulturës së shqiptarëve në Michigan dhe Magje. Duke u kthyer përgjigjes tënde, unë do të mbështesja idenë e një qendje kulturore, pasi një vend si Bosnja ka disa qendra kulturore i kam hasur. Duhet shqiptarët bashkohen, por edhe të bashkuar janë me njëri tjetrin, ne me njëri tjetrin nuk kemi asnjë dallim. Me gjithë punën e mirë që bëjnë qendrat fetare, shqiptarët është kombi në Ballkan që ka 3 ose 4 fe, në këtë mes, jo se dallojnë apo bëjnë dasi fetare, por një qendër kulturore që i bashkon gjithë shqiptarët e të gjitha trojave, të gjitha krajinave, të gjitha feve, do të ishte më i pranueshëm për të ngritur atë flamurin kuqezit Skënderbeut. Edhe më bashkoj me dyve juve në lidhje me që duhet të bëjë një qendër e përbashkët, se vetiu nëse unë duhet vete në kish, nuk duhet vete në xhami, nëse duhet vete në xhami, duhet vete në kish në bazë besimit fetar. Megjithëse shqiptarët në këtë kanë tolerancë maksimale që edhe krishterë shkojnë në xhami dhe muslimanët shkojnë në kish.
dhe janë bërë martesat që në kohën që në regjim, bile atëre megjithëse u zhduk Shqipëri që në regjimin diktatorial, janë bërë martesat pa asnjë dallim ishte musliman apo se i krishterë. Dhe është e dobët ai ose se ekziston fare ai dallimi që nuk martoj vajzë ose nuk martohen vetëm me një për dallim fetar. Po, ndërsa këto punët e mira, i dim të sakt, i dim dhe bravo qoftë sidomos juve, zotit Gani, zonjës Vali, juve zoti Rafael, për kontributin treshet e të tjerë natyrisht, që kanë ndihmuar nosha modeste, në mënyrë modeste, por krahas mirë ato që kemi bërë, dhe bravo qoftë juve, po tani, për ato që çdo bëjmë, duhet të analizojmë çdo bëjmë ne. Jo që duhet bëjnë tjerët. Fryma që ne shqiptarë duhet bëjmë, po si duhet bëjmë. Pra, është një konstatimi sakt, një dëshirë të gjithëve që do ta bëjmë, po themi do ta bëjmë, po kush jo unë ama të tjerët. Të dashur teleshikues, po e ndërpresim këtu bisedën tonë mjaft interesante për një pauzë publicitare. Do të themi pas pak.